ai posto fotografi në TikTokun tonë, po ju bëj thirrje të gjithë vajzave dhe djemve, nuk ka lidhje, që nuk e kanë përkrahjen momentale të familjarët e tyre, kanë numrin tim të telefonit, dhe në moment që ju ndodh diçka e keqe, vetëm duhet largohen nga ai momenti ku janë, të më thirrin mua dhe unë do t'i kisha tërstërhuar të shtëpia ime. Nuk është as pak problem, kam thënë kësaj vajzës, largohu në moment prej shtëpia, pasi mendoj se prindërit do të dhunojnë ose nuk do të mirë kuptojnë. Mos tentove vrasje, unë do të marrë, do të strehoj të shtëpia ime, unë do vi do flas me babain, me nënën tënde, në qoftë se ato nuk pranojnë shtëpi, të shtëpia ime do jetojsh. Nuk ka asnjë lloj problemi, edhe pas 3 ditëve kam mbajtur gjithkohës në kontakt, a ti postoj fotografi, nëse ti poston derisa të mbrij unë në fshatin tënd, ti vetëm largohu prej shtëpisë tënde, unë vi të marr edhe e strehoj pa asnjë lloj problemi, kam përkrahjen komplet familje, jarëve, të krejtëve të mive. Nuk ka nevojë vajzë bëj vetvrasje. Rasti i vrasjes dhe më kanë shkruar shumë njerëz, pse s'po merret me vetvrasjen e vajzës që ndodhi në një fshat, që s'duhet ja përmend emrin. E njohin të gjithë. Ju kam thënë për shkak të rregullit që ka shoqata e gazetarëve me policinë, nuk është mirë të raportohet për këto, por është alarmante kohës fundit. Shantazhi që u bëhet të rive në rrjetet sociale, ju dërgojnë fotografi edhe më pas shantazhohen. Ato nuk kanë zgjedhje tjetër. Mendoj më një herë të bëj vetvrasje se familjarët nuk e kuptojnë. Është ndaluar të raportohet krejtësisht për vetvrasjet? Është ndaluar. Sepse kuptohet për aspektin etik, nuk preferohet që të jepen shumë detaje si ka ndodhur vetvrasja, sepse kjo konsiderohet se indit tjeret, ama për të mos u raportuar kjo të qenë ka... Pak si e pa kuptim? Nëse do të kishë ndodhur vetëm një vetvrasje, po thamë. Okej, po janë brenda një jave 2. 2 tentime vetvrasje. Ti disa 5 apo 6 i numrove deri tani. Edhe 2 tjetër. Do më thonë njërë vetëm është alarmante, unë po i shfrytëzoj emisionin të për ata, kam dash të bëj, do më thonë në profilin tim, t'ju jap një besim edhe një vedije të më ngrej këtyre, o të ri dhe të reja, ju lutem, mos dërgoni fotografi, mos komunikoni me njerëz që nuk jeni më mirë, shumë më mirë, një vajzë ose një djalë, se s'ka lidhje gjinia, takojsh një vajzë ose një djalë tjetër, njoftoje me familjarin, thuj, oj nëno baba, këtë kam të dashur. Ama disi është konteksti kulturor, atje është i tillë, sepse janë shumë të mbyllur, dhe kur dikush krijon një lidhje, me një foto e shantazhon. Ajo foto mund të jetë shumë e thjeshtë, por ato nuk duan shumë. Jo, në vende të tjera nuk do të ishte kështu, prandaj vendi është i tillë që është... Tani çfarë dua të bëj unë të raportoj, domethënë deri tek sektori për krim kibernetik, është në Shkup, sepse kjo po ndodhet në Saraj, është një shkollë e mesme, atje Maria Isni ka emrin, e ka hap një djalë i cili duke që ka dos të lartë të shizofreni, sigurisht, e ka hap një profil fake në TikTok. Dhe djem, edhe vajza nuk i kursen, o çfarë fjalë banali u shkru mbi fotografi, edhe ju vëndon vojsat këqi. Dhe më thonë, edhe djem edhe vajza, e gjithë shkolla është e terrorizuar prej atij profilit fake. Njërin depresion. Po në këto raste duhet të ndërhyjë shteti, do më thonë, duhet ndërhyjnë, do më thonë, organet e sigurisë. Jo, drejtori nuk dia mund t'ja ndalë në TikTok apo ku e ka, po përmes sigurisë mund ta... Njerë duhet policia, do më thonë, njerë këto, diku tjetër është krejtësenca të prindat. Shteti, endi për punë sociale, drejtori, krejtë, dhe reagoj nëse ti e përkrah vajzën tënde, nëse unë e përkrah djalit tim, kur ti ndodh diçka vajzës dhe djalit tim, unë duhet t'jem prehja ati, jo dikush tjetër, e shantazhon vajzën tim me dikush, jo të thote sa keq që ata kuptoj nëna ime do të më vras, unë do të shkoj tek nëna ime, sa ajo do ma zgjidhë zgjidhjen, ose te babai. Këto nuk e kanë këtë, edhe tentoj, unë jam shumë krenare për këtë që bëra atë ditë për atë vajzë 15 vjeçare, ndjehem 3 ditë mbrëmje, kam pas një motiv ma shumë për të më zonë gjumi e qetë. Nuk mund që as ta besoj, ma ka shkruaj pastaj një mesazh, ti e engjulli im, me të vërtet zemra ime ka qenë ndryshe, e qetë shumë. Okej, një person është ajo. Edhe i kam thënë, thash numrin